Nga stili veshjes të kujdesi për pamjen, nga trendet e bukurisë të ndërhyrjet estetike, gratë po evoluojnë dita ditës. Por sa nga këto ndryshime bëhen për veten dhe sa për pritshmëritë e shoqërisë apo të burrave. A është kjo një shprehje e lirisë personale apo një presion i kohës moderne? Në studio do të flasim për këtë me Edlira Çafalia, Robert Berisha, Linda Nebio dhe Ana Rustemi. Faleminderit shumë që erdhët. Mirëmëngjesi. Shpresoj që nuk keni pritur fort me ozgju. E këtë ditë pushimi, po na bëni halal. Robert Derisa po lajmëroi Lindriti hyrjen dhe temën e bonit ca mimika të fytyrës interesante. Atro kës tema çka. Jo, kum haru për çka e morë. Mirë, po je i gatshëm për çka do të vjen apo? Atëherë, zonja Eda, po të thras Eda ndoshta, me lirë. Gratë sot apo ndryshojnë më shumë për qefin e vetë, apo ndoshta për shkak të shoqërisë ose të burrave, sipas teje? Mendoj që është çështje gjenerate. Gjenerata ime nuk ndryshojnë për shkak të çështjes së burrave, por ndryshojnë për shkak të pritshmërive që kanë ndaj vetes, për shkak të dëshirës për të dukur më mirë apo imazhit që kanë në kokën e vetë dhe duan ta ruajnë atë imazh me vetveten e gjitha me radhë. Pse gjenerata juaj nuk e bën këto? Sepse, jo që nuk e bëjnë, tani unë po flasim përgjithësi. Problemi qëndron që ne kemi bërë një start të jetës, që para se të hynim në emision po talleshim me Robertin, tha e ke boti burrin e fëmijë, tha për çata stanin. Domethënë, është ideja që ne kena bërë një start të jetës, i kena avu disa sende përpara, vetbesimin e kemi më të madh, sepse e dim tashmë se kush jemi, nuk kemi ende në hulumtim të vetvetes, se ku duam të arrijmë, se çfarë duam të bëjmë me gjitha, ne kemi kry hulumtimet. Tash jemi duke ecur në hapat sigurt, dhe në momentin që një femër ecën në hapat sigurt, e njeh veten shumë mirë, ka një vetbesim te vetvetja, i ka kry do etapa, do pjesën e familjes, pjesën e fëmijëve, gjitha, atëherë fillon dhe mendon për vetveten, por, mendoj unë, jo të bëhemi në konkurrencë me fëmijët tanë. Domethënë, nëse unë filloj tani të bëj të gjitha ndërhyrjet e mundshme dhe të duke më e vogël dhe më e re dhe më e bukur se vajza ime, 17 vjeç, atëherë po diçka s'po m'pëlqen aty. S'po funksionon. Mirë, po kjo po ndodh. Po e vërtet është. A Eda, po ndodh, nuk është që nuk po ndodh kjo gjë. Po unë pse po ndodh, po e them, po mos e kisha parë sigurisht. Jo, krejt e kanë këtë mendim sikurte që nuk dojmë ju bë konkurrencë vajzave të reja nëse janë në një moshë mestatare, le të themi. Po unë konkurrencë vajzës time edhe me dash nuk i bëj dot, sa ajo e ka moshën e vet, e ka freskinë e vet, bukurinë e vet, e gjitha me radhë. Po tani ju jeni mësuar, është edhe çështja e ekranit. Ju jeni mësuar të më shihni me këtë fytyrë. Tani qa të ndroj hundën, të ndroj buzën, të ndroj të gjitha, domethënë nuk jam më Eda, nuk jam më vetvetja. Të paktën nuk kështu e mendoj. Dua të ruaj identitetin tim. Robert, a mendon që ka gra që bëjnë ndryshime në pamjet fizike për shkak se burrat tua kërkojnë një gjë të tillë? Nëse burri e kërkon, edhe ka respekt për çat burrë dhe ka dashni, do të edhe unë kisha bëu për partnerin time. Mendon që duhet? Çka? Se besoj që e kërkon një burrë, se unë për vete s'kisha mujt m'ia kërku, atëherë diçka paska dal për shefit çaj partnerja jote, ha? Unë është me bu unë në operacion se një 20 vjetë më ke pëlqy që shtu po qëtash diçka. Po ti pra po thu, nëse e donë që atë burë dhe i lypë, do është me bu. Po varet çka kërkon ai burr. Këtë varet çka kërkon, po. Kërkon me i rrit buzë, kërkon me zvullu hundën, kërkon me i bo mollxat, kërkon me ndryshu pamjen fizike. Nashtë në pamjen fizike, nashtë me hu pak pesh, së është edhe mirë për shëndetin e saj. Po. Edhe me hu pak pesh, zemrem se vallojnë, ja ke nis me shtu pesh. Ama ndërhyrje në ftyrë, mi thonë grus, s'kisha mujtë korë. Qysh mendon që e marrin femrat nëse i drejtohesh me çat pyetje ose mi thonë? Nëse i thu hop pak pesh. A është vështirë me i thonë? Jo, nuk është vështirë me i thonë një njerit që e dënë, se thash është i ka të dyon, do me thonë edhe për shëndet është mirë me hu pesh ajo. Plus që ndoshta edhe mënyra se çfarë. Po, edhe tesha s'kem nevojë me bo shumë harxhime me ble. Prapë do është me bo se koleksionin e fundit do është me marrë tani edhe ti, mos u bëj kështu. Unë mendoj që femra do të më duk bukur. Krijesma të bukur nuk ka dhe femra gjithmonë do të më duk bukur. Ona, a mendojnë edhe ti sigur Roberti që nëse një mashkull e kërkon të një femër ndryshimin në trup dhe në fytyrë duhet bërë?
Nëse tha ndryshim në peshë. Po, ndryshim E kisha kërku edhe unë njëjtën. Po. Sepse e tha mas pare, se unë edhe unë fitness bëj gati që 15 vjetë. Edhe unë e kom lifestyle. Unë sa është bile, jo me një trajner ushtroj që një kohë edhe i thash trajneri tem, i thash sinqerisht nuk e kuptoj as shoqërinë tem, as rrethin tem, që nuk shkojnë asnjë ditë në fitness. Edhe qysh është mu zgju prej mëngjesit, na nuk e llogaritim kur sa pime dhe sa hajmë, ne? Kështë të tezja para disa ditëve dhe buri tezës është në moshë shumë kish hup kilograme nishtja. Ta kam filluar, tha, çdo ditë kur zgjohem po shkruaj çka po pi. Edhe kom pa tani ditë listën, sa e gjatë është dita, edhe sa na konsumojmë, sa në të vogla, ty anis një bombon, një çokoladë, shumë çokolada. Palëviz. Unë nuk mojë, në çdo ditë, e nisë emision të ma herët, a e keni pasur problem mu zgju. Jo, asnjëherë, unë çdo ditë zgjohem në orën 7 mëngjesit, 8 jam fitness, kështu nis dita ime, edhe nëse unë e kisha partnerin mbi peshë, në shtadjem dashuru, pse s'ka lidhje se pesha nuk të detekton ty në dashni, njeriu dashurohet në diçka tjetër, por nëse ti mendon që për të mirën e partnerit thu, qëre, se ki pak peshë nuk është e mirë për shëndetin, ma ndesh puna estetike. Njeriu do të, edhe Eda për shambull e mur një shambull që unë nuk mendoj mu duk si vajza ime, sepse vajza Edës është 17 vjeqare, është edhe njëherë ma e madhe se, ma e vogël se Eda, ma e re. Unë veç menoj që si dy gjinit, jo veç famnat, edhe mashkujt, si ti qelim sytë, do mi mu duk bukur, jo çdo ditë në shta mi lajt flak të me dhinë se qësh dukëm i në emisione nuk dukëm i asën shpe, po të pakten me qenë të pastër edhe... Kjo që përmendit ti, Ana, është myja jetesës që ti e bën me vetë dëshirë, po të këto raste që partnerja kërkon partneri tjetër detyrimisht me bo ndryshime, veç pse ati për përshtatet një anë më dob, një anë pak më në peshë, të këto raste e konë fjallë. Përderi sa partneri ka vendosë me qenë me mu me 80 kg anën, nuk e besoj që jaj mas është dashuru që shtu me anën, nesër lyp me upun e kilogram për mi u duk ma e bukur, ma atraktive. E tha, puna e shëndetit, a veten, dyqysh se vinë shumë smundje, sinqerisht, smundjet vinë edhe prej nën peshës. Po njeriu do të me qeni shëndetshëm, e nëse ma kërkon mu partnere, nuk prekna. A ka për mua, i thot grahi, që s'don, vazhdo me tonën për veti i ki. Ose thot si tu mdosht, mo. Ma si po më thu. Ja, nuk e besoj, nuk është ajo. Për ashtu, veç shkon damja, s'ka nevoj. Jo, ishala për një peshe. Linda, këto ndërhyret estetike tash po bohen, apo bohen ndoshta prej presionit të shoqërisë apo vetë besimit? Apo ndoshta edhe është kjo pjesa që atë ka rastin ndoshta me arë një pacient ose një klient, dhe me thonë, burri ma ka kërku me bo qëto. Ka raste kur bashkëshortja flase me njëni tjetër një bisedi, thot që ki nevoj për një mirëmbajtje të lëkurës, nështë ta qëto pak 2-3 rrudha që to kam bo me i hek. Ka raste kur në shumicën e rasteve bashkëshortet i bin burrat në klinika. Okej, do më thonë e kundër ta koka? Po, e kundër ta është zakonisht, për shkak që meshkujt janë pak ma nasë po dojna mu prek, po du me nej qështu qësh jam aden, që po të pengojnë ty 2 rrudhat e mija aden. Po, kur eshe grun, zakonisht thët, po kësa ju ka bo mirë, bo toksi edhe na po dojmë aden. Në shumicën e rastëv, po ndodhe dhe kur bashkëshorti i thët, se pelshon vetën, s'ki nevoj, sidomos mas lindjeve, zakonisht gratë e ka një fazë depresive, ku e kërkojnë mu merë shumë me to, edhe në qatë kohë depresive ato kanë dëshirë me bo ndërhyrje përvec se nëse janë me gjithanje është e ndalume, po në qatë kohë zakonisht kanë dëshirë me bo ndryshime. A ka gjosa që e bim pishman masane në qëtë kohë depresioni që në afekt depresiv mundet me i ra pishman mas 1 javë 2, po nëse është prej vullnetit lirë dhe nuk ka asë një ndikim emocional, normalisht ajo nuk i bjem pishman, veç shkon të e mirë mbajt, lëkurën, asë njëherë, gjdo sen që është në normalitet, asë njëherë nuk është tepër. Roberta, kështë boti ndryshime nëse e dasha jote ta kishë kërku? Po, une nuk e kum prit dashërën heq, atër jem konë single, po botox, edhe vazhdoj me bo. Dhe thonë njerës, ka loj komentesh, apo kuptan. Besoj që për moshën që është pak tabu për meshkujt. Po, kur kum shku une, do me thonë atë kohë s'kan shku mashkujt. Shumë tash kretë shëshnija emë dhe ketë shokët edhe do me thonë se kur të rinë. Ka ndryshu. Shumë ka ndryshu. Ka ndryshu edhe vetë kur i kum pa gjirimet para 5-6 vjetë, kur kum pa vetën, ku më thonë,
A o mirë edhe në makinë ato ulset që i kemi të lkurës me qenë kështu gritë dhe të vrajshda, apo me qenë kështu me Lemueshme. i poliratë që i thuaj. Pse mi po, së në qëtu në bolë 5 vija, unë së më kuptaj. Edhe me kush flet me mimika, me kështu une, më thonë s'di pse s'u më shku edhe ma herët. Po, pajtona me Roberta. Një mashkull, du të me shku në palestër, me shku në gjim, edhe kaq. Linda, a kishe vonë dhe ndërhyrje të Roberta, jo? S'ka nevojnë. Po, nuk ka nevoj. Nuk ka nevojnë. Botoksin e pas ka mirë për momentin. Po, dhe nuk po malë shënë, se po thënë që moshku jo shënë ma shmetë, mos malë shënë. Po, jo mos shka në gjim, jo mos go kështu, jo mos re kështu, jo në ma... Ka të dite para. Po, pompa më i. Po dhe? Edhe... S'po di tjetër që ka ishtë ashtë moshkulli, kur të bojnë femën moshkujt, në java parë, muj parë, 6 mujt e parë, qesin parfum me veshën e ndreqen, mani, sigurohet ajo, kjo është e emja. Edhe e qënë vetën. E qënë vetën. Kjo është gabi. E vërtet është për që ata tani partnerët kërkojnë që gruja me mirëmbajt vetën edhe është kërkesë e burrave me mirëmbajt gratë vetën, mos me lëshu vetën mas lindjeve, mas 2-3 fëmijëve, nuk e di pse sigurohen që burri është i vetja dhe tash Alen, du të me nejtë në pijama dhe... Në gjithë dashtë në kuptu grunë, se të ka bu... Nuk është gjithmonë kështu. Jo, nuk është gjithmonë kështu. Se atë desha ata në sek që parë kur foli për çështjen e peshës. Janë dashurun këtë peshë. Po, Milaimi është dashurun me mu kur në kam pas 48 kg. Tash jam 2 fishi. Pse? Se mbas lindjeve të gjithave. Por, nuk është çështja që unë lëshova veten, ose që desha me lëshu veten. Është pak çështja gjenetike brenda, është pak çështja e lindjeve, e menaxhimit peshës, e menaxhimit punëve. Unë jam njëri që punoj 24 orë. Nuk kam edhe kohë fizike, realisht kohë fizike, sa herë kam tentuar, sa herë kam dashur, sa herë kam menduar të shkojmë palestër, të rrim palestër. S'kam kohë vlla. Ku ta gjej atë kohë? T'ja marr gjumit, t'ja marr fëmijëve apo t'ja marr punëve? Ku? E gjitha me radhë, do të thënë, gjitha këto janë sakrifica që ne i bëjmë në vetvete. Nuk do të thotë që unë nuk e vuj çështjen e peshës. Unë vazhdimisht jam në monitorim, kontrollim edhe në tentim për me ul peshën. Mirjeve që tash, sa unë një ma herët Eden edhe ke hum peshë, po gja mirje. 12%. A kishe pranu... Shumë mirje. A kishe pranu bashkëshorte Milaimi me ndërhy? E kom të shu për dore. Atë që tha Linda që parë. Janë gratë zakonisht ato që i qenë bashkëshortët. Është edhe çështja që... Se ju vetëm gratë e lëshojnë vetën mas martesës. Edhe shumë burra mas... Atë tha Roberti. Pasionit të parës edhe po. Po disa graje kanë që... Pasionit të punës të pareve e hupin në... Nisë është mua beti kësaj, ta qoj e gjitha më radhë. Unë jam dëshuru në atë Milaim që jam dëshuru. Dhe kur... Sigurisht që mosha bënd vetën, sigurisht që gjithë jeta bënd vetën, ato mimikat, rrudhat, gjitha më radhë. Po mund dua të ruaj atë imazhin atë Milaimit që kom pa herën e parë. Dhe kjo është ajo që çiftet kanë mes veti mbas një kohe. Jo me të parën të javën e parë, shko ndreqja atë unë, po... Se kishe pranë? Jo, never. Po, s'pëlqen unë ndajme. Shqiptarët kanë probleme edhe me devim, me hunë. Shtoj dyti kanë problem me frymarje, e nashta që tërë i kësha thonë po, nësë si e të morë frymë, një rrugë dy punë. Ajo është tjetër gjë, është në çështje shëndetit. Një rrugë dy punë edhe regullaj e Në bas disa vitesh martese konsoliduar apo bashkëtese, nuk ka rëndësi emri i raportit, po që ti ke një raport të gjatë, sigurisht që ti dëshiron të ashosh partnerin tënd shumë mirë. Por jo gjithmonë është kjo, edhe vetë personi nuk ka rëndësi është femra është mashkull. Qa tha Roberti që parë? Nuk prita me marrë girlfriendi, po e bona vetë. Edhe unë mëre kam qef me e pa vetën mirë? Kur dalë pasqyrë, po du me e pa vetën bukur, sepse bën mirë për vetëbesimin tim. Jo më bën mirë për vetëbesimin tim. Nëse nuk e dan vetën, ti nuk mund është me dasht as partnerin, as rrethin. Po, a mendoni që po humbet identiteti i naturalitetit me këto egzagjerimet ndoshta të ndërhyrjeve? Nëse kalojmë të mirëmbajtja që po flet Linda dhe nëse kalojmë të egzagjerimet, janë dy botë komplet ndryshme. Nëse neve duam të mirëmbajmë vetën, sepse duam të ruajmë freskin, duam të ruajmë atë imazhin ton që jam mësu prej 98-ës me mpa njerëzit në ekran. Sigurisht që më shofin ashtu dhe një rrudh me mulëshu di ka thënë, po te ka plak kjo shumë. Që që kam rrimu plak. Edhe mirë, edhe shëndetshëm, edhe ajo pjesë, ka rëndësi dhe kjo, të plak e shëndetshëm dhe mirë. Unë shpresoj që nuk
kanë me pas problem si një modela që ka qenë ajo dikun jashtë. Që vdisha? Kiamet. Jo, që është Originalitet. martu me një bilioner edhe i kanë dalë fëmit Atë shumë Shëmtuar, shëmtuar edhe ka qenë komplet e bërç. Linda, sa ndikon genetikisht ashtë kjo? Për shembull kemi shumë fytyra publike që nëse s'më me thonë egzagerojnë, sepse e bojnë sipas dëshirës vet, po a mundet me ndiku edhe tek fëmijët? Ndoshta këto Në ADN-n e njeriut këto janë veç acide, botulina, që nuk kanë efekt në ADN-n e njeriut, absolut. Në gjeneratat e ardhshme, fëmijët e mi kanë me dalë në verzionin tem edhe të bashkëshortit në të ardhmen. Do me thonë nuk mundet me ndryshu jashta meje edhe nëse unë ngrihem jo vetëm me fillers, botox, hidratus, qka do koftë edhe në operacione nëse ri ton kohën, fëmijët e mi kanë me dalë në genetikën time. Nuk ndryshon absolut, ajo gjaku im vazhdon njëjtë me dalë. folë shumë që tash për gjenetën që i bani disa operacione plastike, goxha shumë. Sa ndikon tash tek shëndeti i saj edhe ndoshta Unë mendoj që pas izolimit jo vetëm tek gjeneta, por të shumica e banorëve, mbas izolimit kanë dalë me një depresion ose me një ankth që kam përjetu se është një lloj burgu në vete, edhe në anën psikologjike ty të mungon ai pasioni me pa vetën shopping, mi ble kremat që i dën, mi bo tretmanat që të dën shpe, liria, në 24/7 kamera, ajo është pak e frikshme, edhe mendoj që edhe pak ajo i ka ndikuar edhe pse kohët e fundit nuk kam pasur as pak kohë me pa ndryshimin e gjenetës, se jem konë shumë nxanë me qëtë javën e fundit, po nëse u bo tepër, nëse su Dhe burta, mora vetë s'po si mund shembull me se pa. është fol kohëve të fundit, sepse ka edhe shumë raste të Shumë tjera. prej banorëve kanë bo ndërhyrje madhore, do me thonë ndryshime drastike, po tash unë mendoj që ndryshimet në fytyrë duhet me shku graduale, pa u tepru. Brenda Sepse sozë. po, të gjithë kanë qenë tri për vetë zuzit, gjithë kanë qenë një mosh ku kolagjeni ende prodhohet, edhe unë mendoj që në mosh, në qatë mosh duhet me pas kujdes për veprimet ndaj lëkurës. Kur është koha më e mirë për këto ndërhyrjet? A kur dush? Si pas me jam bi 27-8, po edhe pse po fillojnë te për treja tash. Unë kam lexuar që 30 e anej. po dhe mosha. Nër 20 jo. Ona Në tregon të ti preferoj sekretin e bukurisë, me një trup shumë të bukur dhe të shëndetshëm dhe një fytyrë shumë të bukur. Cili është sekreti? Në ne genetika. Genetika do të Besoja. pas. Nëse se ki genetikën Po, e më diall. Kat, bon operacione sa dush. Nisë prej genetikës, edhe është fati që edhe lëkurën edhe fytyrën se për shembull mu m'bjen me u grimu të nga ratë, plot grimere, të se cilat që kom shku, sa tenin e mirë, sa tenin e mirë. Teni është genetik, po është edhe mirë mbajtje, unë me vitet tona e mirë mbaj, mandej botoxin kom nisë shumë vonë me bo, se do është ta mu listu me Robertin ta para x viteve i kum pa të gjyrime, me via, me mimika, ajo mone qajt ashtë dukna ma i ri. Mu më ka ndalë disa memories në Instagram para 7-8 vjetëve, ti busqesh krejt via, si me skalper, a veden kështu, mimika, se unë e busqesh, unë e qesh shumë të në kone dhe flasë ka mimika në ftyrë. Edhe nëse para 7 viteve që ato mimika, si jo ndu kur gjo, sepse je ma e re, sot, të thujnë, ku ka plak, a veden? Edhe mjeku thot, qëre, a ki qef të njëtën, mos në pas vija, po, është koha me bo mjanis me botoxin. Të na, po, e keq kuptojnë botoxin edhe filerin, njën dy sane kretjera, edhe sani tret, operacionet plastike në kretjera. As Roberti, as unë, edhe as të tjerët, shikusit, publiku që përna shënë këto momente, as kemi bo operacione plastike. Kjo është ftyra jem, kjo është e Robertit, thjesht dëshira jonë është që gjithmonë t'jemi të freskët, asnjëherë mos më plot. Fjala amerikane forever young, sepse ndjehemi mirë. Do me thonë, ma herët e qita një historie që kështë e qikat për i përshëndes këtë rast, Arnisën edhe Vlerta mjekun që më kanë regullu, jo nëzgju herët për musët. E nëzora një historie thash, o sa bukur po dukna falë motrave mjeko, thash, që kom thonë ma herët, kur dukemi bukur edhe ndjehemi bukur. Nëse të shosh dhe një shkeq, pak me u regullu, ndreqet disponimi. Disponimi të ecë ka ma mirë. Diçka ka ndodhë. Njeri ju do të me punu sepse krejt është e trune. Psiqike. Krejt është e psiqikja. 5 mëngjesit, se ka njerë po ndërhy kështu, 5 mëngjesit në aeroport, Robert, pas ke fjetë, ko ke knaqë. Ashtë në 4 e kum kry muzikën, do me thonë,
Zvicër, në Gjermani, këto diskotekat, deri në 4 kënon, 5 dushme që në aeroport. Në më thonë, qaq i Fresk. I fresk. Botoxi ka qenë fillimi atër kur kun fillu, po, ta pas ke fjet, adin se, si kur që është pi gjumit, adin, tash s'kom ju dokur. Ja, është ma mirë mi majtë ato rrullat edhe mu të palu aty pluhni edhe është edhe pa pastërti, dhe me thonë me pasë rrulla. Roberta, është pak edhe bota... Në autolarje, ta në ditën. është pak edhe bota e ekranit e televizionit që detyron tojnë sa mi bot disa ndryshimet e vetja? E po e thashun, me dalë gjithë njerës para këti ndryshimi që kanë televizionet, nashta edhe ata kër e këshim po vetën, këshim bo ndërhyrje. Jemi ftyrat edhe ndoshta nuk këshim para gjikuat shumë. Nuk është para gjikuat, dhe unë e këmë thonë vetë kur se këmë shefë, dhe me thonë. S'kon bo me kur gjohë. Tani s'kam kuptim në vetim qefë është sa gjëre, se ndikur më shifeshin se vi ishte marë. E këmë thonë edhe vetë, i kështu qysh në fillim, që jam të e bo, edhe i këmë thonë edhe shokve, edhe ta shumë të nashën po qysh kemi ndëgju dhe ma herët, bojnë krasime të fotografive. Po, gjenerata e rejtë që ndoshta i ka hy në qef kjo pjesa e... Desha të lidhe me pyetjen tënde, çështjen që bëre pyetjen për ndryshimet kur i bën nona atëre fëmia. Gjenetikisht jam absolutisht dakord me lindën, domethënë 100% dakord me lindën që s'ka asnjë lloj ndryshimi gjenetik. Por, nëse unë do kisha filluar të bëja fillera, botoxa, operacione gjitha me radhë, që në moshë të hershme, fëmijët e mi do rriteshin me atë lloj imazhi. Dhe sigurisht që tentativat e tyre do ishin që në moshë sa më të re të bënin ato lloj ndryshimesh. Kjo është rregull i përgjithshëm se fëmijët rriten me atë që shohin në familje. Por në ndërkohë, po shoh domethënë edhe fëmijë sepse për mua një 18-20 vjeçar quhet fëmijë. Në mosha shumë të hershme, me nëna që nuk janë mirëmbajtur, që shkojnë dhe bëjnë eksperimente të guximshme me veten. Së pari, unë do të doja kuptoja këta mjek që i fusin dorë këta fëmijë, a ju tregojnë fillimisht rreziqet, moshën e pjekurisë, a duhet i bëjnë, as duhet i bëjnë, ky fëmijë nuk e ka përfunduar la procesin e pjekjes të fytyrës së vetë dhe të trupit të vetë. Le ta përfundon atë proces, merren dorë, ato pare kemi marrë, ashtu kështu sa e ka nda menin. Ama mos bëni bre masakër të moshat e reja, se e para do më thënë që më janë bot gjitha copy-paste, njëta buzë, njëta hundë, njëti syje, njëta vetull, gjitha me ras. Po di më kush është njona, kush është tjetra. Seriozisht e kam këtë problem. I katalogat. Jo, po, për mu janë bot copy-paste. Janë bot të ngjashme. Shumë ngjashme, po duk këtë mollës, po duk këtë buzë. Kam gjithë jetën e ekran, vlla. Prej mos të jap shkept, po prej 2002-shës, grimjeri im në Shqipni më ka lutë me i bo buzë, nuk i kom bo. Edhe bëjsha e gari gjithmonë me te, nuk mund të pus të dashurin mirë nësë i bëj buzët, i thosha, se që ti thosha? Bëni pak. Prej 2002-shës më ka lutë, bëje pakët, bëje Ama sinqerisht, po të regoj, kur i kom bone për herë të parë, unë e zdësha, ka qenë mjeku Rametlia, Njazia, kreti kemi njoftë, Njazia ka qenë super mjek, po Covid-i ja mori jetën, qa me bo, kjo është jeta. Ka qenë një ndër të parë që ka punu me. Edhe aj, kur se haroj, prej largën pa të folë, jo më kom bajge ma eri. Moderatorja me buzqeshen ma të mirë, po s'ke buz, edhe ma da vizit kartelin. Po sërë dhe dhastë Marta Kurdor, shkova. Edhe kur se haroj, po e vizatoj ftyrën, krejt, asimetrinë, në shumë profesional. Ka qenë mjek, më falj. Tash s'podu mi shti krejtën thesve, cët gjysat që bujnë qëto filerat e na, jonë me ka 10 dit trajnime edhe hajde të shpojnë një këtoj. Duhet me dit. S'ka dhe dit, kërkush ta mon dhe dit. Një dit e ki trajnime. Trajnime që i kom bajt, unë kanë qenë trajnime miliona euroshe, që i ke pas 3-4 dit edhe ato krejta jashtë venit. Trajnime të na timojnë jo profesionistit, edhe vazhdojnë me dojnë një gjeneratë jo profesionistë. Po, e që kjo është... Edhe frizer ka të më po Por e herën e parë që kam bëhën botox, kur kam shku në shtëpi ma bëj këtë qika jam, mam pse jenë bërë nervoz. Unë isha këtu. Qash më kishë ngri. Të njëjtin problem e kemi me shumicën e klientave, sepse është mësu një metodë, më falë që të ndërpreva një metodë injektimit të botox dhe nuk këqyret as pak anatomia e
struktura e njeriut. Unë e kom tjetër, ona e ka tjetër, se cili jemi genetikën veti. Edhe në momentin që bojmë botoksin vetë, latë ju ngritën shumë nalt, mesi, fundi ju metë shumë poshtë dhe dalin të mbrollëna. Në shumicën e herave, dhe do kanë gratë, si mu konë të dashtë mu rej me burra. Dhe non-stop do kanë nervoz dhe shlitë. Një mesazh për këto vajzat. Ata përfundoj se nuk e përfundova. Hajde, një shumë shpejt. Sorry, po dhe shpejt. Dhe kështë të regu për mjekun për një azin, asë nuk më patë pasqyra, asë kur gjohiq. Edhe prej frige pa ta tirë qikën e daj, s'kom thënë të lutë na hajde afer, të shama mirë, dhe ke po mirë, kur e kom pa vetën e da, kom thonë, wow, ajo më në kjo, për të me thonë e da, veç pak bëni, kime ndru krejt, kime dash drejtë. Mosha e mojë që kam shpi zemër se i duk në ndryshe. Veç pak, dy pika. Me thonë, Axhimila Ema e kështë e po. Nuk e thot Axhimila. Po që nëse e thot? Po nuk e thot. Nuk ka nëse fare. Ka pas edhe pak në shta matë mdoja boost, për shkak që me kohën edhe kolagjin, edhe mirëmbajtja shkon të ra, edhe pjesa e nofkës, molzave shkon të ra. Jo, faleminderit. Në fund, Robert, një mesazh për gjithë ta që duan të bojnë ndërhyrje, por Si burra, si gratë. Për burra, kësha thonë, me u shëndetshëm, me u marrë me sport, edhe aty këtu nej farë botoksi, se me plakë para kohës. A për femna, do me thonë femnat, veç bënë një qikat mira, edhe qka t'ju dënë zemra, se femna më të bukra, do me thonë, gjdo verë që vinë këtu prej jashtit, kretë nacionalitetet tjera, që ditën me femnat shqiptare. Edhe në qashtë bukra, si në trup, si në gjithë shka. Nëse juve ju pëlqen vetë janë pasqyre, edhe një vesh beqit në qëto, që në mesajin. Ida? Unë jam atë parullën, if you're a plastic girl, don't require a real man. Jam absolutisht dakord për mirëmbajtjen për gjitha, po jo me te kalu vetë vetën. Jo me e dal prej identitetit tënd. Linda, shkurt. Keni kujdes në veprimet që i bani edhe mos i bani në momentet caktuara, në momente ku nuk jeni vetja. Një trup i bukur, një tru i bukur, i lumtur. Vetja na bën me undi mirë, kështu që edhe keni kujdes edhe ndihoni mirë. Ana? Për me uni mirë edhe mu duk më bukur, do të më janis prej vetë vetës, do të dukemi bukur, të vishemi, të regullohemi, të bëjmë ndryshimet për mu pëse mu pëlqen. Vesh për vetën, jo me unë diku... Mos me unë diku nga të tjera. Edhe pse, nëse dikush të diçka, është motivuse, si puna e fitnessit që tha Roberti me hu peshe tjere, pse jo e motivon dikon, e shtin dikon ta shë hajrin. Po do të më janis për vetë vetë. Në kur blej fustana, tesha, të regullona, ndryshna për vete. Falemderit shumë, falemderit që ishtë në studio. Falemderit për gjitha mendimet dhe mesazhet që dhatë. Apo shkojmë pak me marketing edhe rikthehemi pas pak.